Një djalë i ri hyri me nxitim në bankë, pak minuta para mbylljes, për të paguar faturën e rrymës. Kur arriti te sporteli, punonjësi i bankës i tha me zë të qetë, por të ftohtë: "Më vjen keq, por orari i punës ka mbaruar. Pajisjet janë fikur. Eja nesër." Djali e pa për një moment dhe pyeti me ton të qetë: "A e di kush është babai im? Mendon se do t'i thoj të njëjtat fjalë edhe atij?" Pa pritur përgjigje, doli jashtë. Pas pak minutash u kthye, këtë herë me një burr të moshuar. Ishte babai i tij, i veshur thjesht, me fytyrë të lodhur nga jeta, por me një qëndrim që kërkonte respekt. Punonjësi u ngrit menjëherë në këmbë dhe e tha me zë të butë: "Urdhëroni, zotëri. Do ta kryej menjëherë pagesën." Djali buzëqeshi dhe tha me një ton të lehtë: "E sheh, të thash se nuk mund t'i thuash jo babait tim." Babai e pa punonjësin në sy dhe i tha me qetësi, por me peshë: "Faleminderit që më ngrite autoritetin para djalit tim. Fëmijët i shohin prindërit si njerëz që mund t'i zgjidhin të gjitha, dhe sot ti ndihmove djalin tim ta besoj këtë, edhe pak më shumë." Punonjësi mbeti pa fjalë. Në atë çast kuptoi se ndonjëherë një gjest i vogël respekti mund të vlejë më shumë se çdo rregull, çdo orar apo procedurë. Në jetë nuk kushton asgjë të jesh i sjellshëm. Ndoshta nuk e dim kur sa shumë mund të vlejë një fjalë e mirë, një buzëqeshje apo një gjest njerëzor për dikë tjetër, sidomos për ata që nuk kanë shumë, por meritojnë më shumë mirëkuptim, sepse në fund asnjë rregull nuk është më i vlefshëm se një akt njerëzor.